Edhe pse në moshë të re Ervin Saliani u bë emër me peshë në Partinë Demokratike, dhe kjo kryesisht për faktin që ai mori përsipër të bëjë denoncime që jo të gjithë kishin kurajon t'i bënin. Megjithatë, kur po mendonte se po kapte majat, papritur Saliani preku fundin, sepse një vendim gjykate e dënoi me 1 vit heqje lirie. Kjo situatë nuk ishte e vështirë vetëm për të, por edhe për ish-deputeten Grida Duma, sepse ashtu sikur se qarkullojnë dhe fjalët në korridoret mediatike, çifti kishte kohë që bashkëtonin. Dënimi i Salianit u bë pjesë e debatit që Grida kishte me kryeministrin kur ky i fundit shkoi te studio saj. Rama i tha i qetë dhe me bindje të plotë se vendimi që është marrë për Salianin është plotësisht i drejtë dhe madje është kënaqur shumë nga ky vendim. Ky reagim shkaktoi pakënaqësitë e Grida, por në cilësinë e drejtueses së emisionit e shmangu debati nga kjo pikë tepër sensitive për të. Por çfarë ka ndodhur me Salianin gjatë këtyre muajve në izolim? Askush nuk mund të thoshte diçka të saktë deri në momentin që ai u shfaq para kamerave për të votuar. U pa se Ervin Saliani kishte ndryshuar shumë në paraqitje. Shumë veta komentuan se Saliani ka bërë mbjellje flokush në kohën që ka qenë në burg, sepse ajo që ishte e dukshme ishte fakti që flokët e tij ishin më të dendura në pjesën ballore. Kjo foto tregon si ka qenë Ervini para se të futej në burg, dhe kjo foto e bërë së fundmi tregon ndryshimin e tij. Nuk e dim sa të vërteta janë pretendimet se Saliani ka mbjell flokët, ndërkohë që ka qenë në burg, por ajo që vjet e re është fakti se ai ka ndryshuar shumë në pamje. Nëse ky është Saliani i ri, atëherë burgimi s'ka qenë vetëm një izolim, por edhe një transformim total për të. Flok më të dendur, pamje më të kuruar dhe me një prezencë që ka ngjallur kuriozitet në rrjet. Komentoni më poshtë, mendoni se Ervini ka bërë ndërhyrje estetike në burg, apo ky është vetëm një ndryshim natyral?